Është liruar Hazir Haziri, shqiptar i burgos në Serbi në shtator të vitit të kaluar. Këtë e ka bërë të ditur avokati Arjanit Koçi përmes një postimi në Facebook. Ai ka bërë të ditur se gjendja e Hazirit është e mirë, teksa shtoi se lirimi i të njëjtit konfirmohet se arrestimi ka qenë i pabazuar dhe i ngritur mbi pretendime të pambështetura në fakte, në vijim postimi i Arjanit Koçit. Hazir Haziri sapo është liruar nga autoritetet e Serbisë pas mbajtjes në paraburgim prej 8/9/2025, kur ishte arrestuar në pikën kufitare në Merdar. Lirimi i tij e konfirmon se arrestimi ka qenë i pabazuar dhe i ngritur mbi pretendime të pambështetura në fakte. Rasti nënvizon domosdoshmërinë që qytetarët e Kosovës të kenë mbështetje të menjëhershme juridike, sa herë që përballen me ndalime të padrejta jashtë vendit. Si avokat do të vazhdoj të angazhohem që asnjë qytetar i Republikës së Kosovës të mos mbetet i pambrojtur në burgjet e Serbisë, pavarësisht rrethanave apo akuzave të pabazuara. Kjo është përgjegjësi profesionale dhe njerëzore. Gjendja shëndetësore e Hazirit është e mirë. Analisti politik Driton Tali ka reaguar ashpër ndaj gjendjes aktuale të skenës politike në Kosovë, duke cilësuar disa parti dhe lider si dinosaur politik që sipas tij kanë përfunduar misionin e tyre. Ai vlerëson se LDK-ja duhet ose të hyjë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje ose të nënshtrohet reformave rrënjësore, përndryshe rrezikon vetëshkatrimin politik. Sipas Talit, AKJ me Ramush Haradinajin e ka shkatruar rolin e saj, ndërsa PDK-n thotë se ka nisur një proces reformimi, por ende kërkon kohë dhe prova konkrete. Tali paralajmëron se stagnimi politik po prodhon paralizë institucionale dhe lodhje qytetare, duke theksuar se zgjedhjet e shpeshta nuk mund të shërbejnë për zgjatjen artificiale të jetës politike të figurave të refuzuara për ndryshimin. Në vijim postimi i tij plot, dinosaur politik, koha juaj ka mbaruar. LDK-ja ose le të hyjë në koalicion me lëvizjen vetëvendosje ose le të nënshtrohet reformave rrënjësore, kështu duke u kapur pas një të kaluare që nuk kthehet më vetëm po vetë shkatrohet. Pa reforma rrënjësore, kjo parti nuk ka më çfarë t'i ofrojë elektoratit. AKJ me Ramush Haradinaj në krye e ka shtëruar misionin e vet, kaq e pati. Mbase zgjidhja më e mirë do të ishte krijimi i një subjekti të ri nga një pjesë e LDK-s dhe një pjesë e AK-s, pra nga ato figura që ende gëzojnë imazh të mirë publik. Të dyja palët vetë deklarohen të djathta së bashku me disa personalitete nga shoqëria civile. Kjo do të ishte një alternativë serioze, sado e vështirë apo e pamundur për të dukur në shikim të parë. PDK-ja duket se ka nisur një lëvizje ndonse të vonuar për të reformuar. Le të japim pak kohë, por jo kredi pa mbulesë. Gjendja aktuale e skenës politike as në tokë as në ajër është forma më e keqe e stagnimit. Ajo prodhon vetëm paralizë institucionale dhe lodhje qytetare. Vazhdimi i kësaj gjendje nuk i shërben askujt përveç një grushti politikanësh që jetojnë nga kriza, edhe një plagë zgjedhje të parakohshme në prill, ndoshta mund të përtyp, por jo përfundimisht. Nuk mund të shkojmë nga një palë zgjedhje në tjetrën vetëm për t'u zgjatur jetën politike e disa dinosaurëve që refuzojnë ta pranojnë fundin e tyre. Politika nuk është muzë, dinosaurët nuk reformohen, ata zëvendësohen, ka shkruar ai ndër të tjera.